Haleluja. Shalom, shalom të gjithë ju që po më ndiqni. Adonai, Zoti Jahua ju bekoftë, qoftë me ju, me familje tuaja. Po meditoja në shkrimi, po meditoja në profeti Jeshaja, Isaia 53. Vargjet më tej vazhdojnë për tej vargu 3 dhe 4 duke thënë që kemi një profeci që ati foli nëpërmjet profetit të tia për ardhjen e birit të tia në beslidhjen e re që ai kishte profetizuar në Jeremia 31, që do bente një beslidhje të re me popullin e tia, me shtëpinë e Izraelit dhe në shtëpinë e Judës, që janë në 12 fistet e Izraelit. Dhe ati thotë që kjo beslidhje re në Mesian Jashua, në Krishtin, do kishte mundësi për faljen e mëkateve tona. Tani në qoftë se shikojmë në Jeshaja, në Isaia 53, si ti mund ta shikosh në ekranin tënd. Ti shikon që thotë ai u të shpua në këtë rast për shkeljet tona dhe në këtë rast për paudhësitë tona. Tani në qoftë se mendojmë për një moment, çfarë do thotë shkrimi në atë shkeljen tona? Çfarë shkelëm? Si gjithë për ne që dëshmojmë që kemi shkelu ligjin e tia. Prandaj thotë që erdhi për të, në këtë rast për na shfaqsuar nga shkeljet e ligjit, nga mëkati, që ti e shikon për kufizimin biblik që kemi në këtë rast në para Gjonit 3:4, që mëkati është shkelja e ligjit. Tani, në qoftë se e marrim shkrimin në Jeshaja, në Isaia 53, ai erdhi fillimisht në delet e umbra të Izraelit dhe erdhi të na çlironte nga rrjedha e kësaj bote, nga palishmëria, paudhësia e kësaj bote, për shkeljet tona ndaj ligjit, që ne të mos i bëjmë me. Dhe unë po meditoja në zemrën time dhe po ndaje me miqësinë tonë në letra pare Pjetrit, shprehet në kapitullin 2, vargu 24, para Pjetrit 2:24. Shkrimi thotë që ne, në këtë rast Pjetri, ripërsërit të njëjtën deklaratë të profetit Jeshaja, duke thënë që tani neve që jemi në beslidhje, dhe aty po e flet 12 fisëve të Izraelit, për të marrë kontekstin e duhur. Tani i thotë që ai në këtë rast të thotë, u të shpua në dru dhe u varë në dru për shkeljet tona, për mëkatet tona, për shkeljet e ligjit tona që kishim kryer ndaj Atit. Që neve tani të rojmë në drejtësi. Çfarë nuk kupton fjala drejtësi? Sepse pak më përpara neve po ecim në pa drejtësi, në pa udhësi, në pa lishmëri, para se të hynim në beslidhje si thot Efesianë 2. Tani, mbasi shikojmë në letra e Pjetrit, shikojmë që ne duhet të kemi një fillim të ri, duke ecur në drejtësi, kur thamë në këtë rast që unë besoj, por kemi harruar kthimin, pendimin, për të ecur në drejtësi, të rojmë në drejtësi, që ka të bëjë me ecjen tonë në zbatim të atij ligji që përcakton për kufizimin e ecjes në drejtësi. Sepse pak më përpara pamë në Jeshaja që profeti Jeshaja flet që ai erdhi u sakrifikua, Mesia Jashua erdhi u sakrifikua për shkeljet dhe palishmëritë tona, që ne masandaj të rojmë në drejtësi, në zbatim të ligjit, sepse pak më përpara shkelëm atë ligj, që të mos e bëjmë në të mirën tonë të mundshme, fillon një zemër që drejtohet prej urdhërimeve të atij ligjit, që kështu ne nuk mëkatojmë. Siç po ndaja dje edhe me miqësinë tonë prap, kemi Psalmin 91 që shumë herë citohet dhe deklarohet dhe shpallet pa marrë kontekstin e duhur. Në Psalmin 91 është një psalm që flet për mbretërinë, është lajmi i mirë i mbretërisë, atje brenda i plotë. Po të marrësh që në fillim të vargut, shkrimi thotë që
luma i që banon në njën në këtë rastet shumë lartrit, që pushon tek ati. Tani që banon dhe pushon, kemi letrat e Gjonit që na përcaktojnë që duke qenë në beslidhje, në pendim nga shkelet e ligjit dhe besuam tek Mesia te Krishti, atere fillojmë të pushojmë, fillojmë të banojmë, të kemi një marrëdhënie, të kemi një këtë rast një percept në këtë rast në një zemrën tonë, një dëshmi që unë tani jam në beslidhje, një ndërgjegjësim në zemrat tona, që tani jam në kontratë me atin. Dhe kur kontrata erdhi, beslidhja e re, në Mesian Jeshuan, erdhi që ne të mos ecim në palishmëri të shkeljes së ligjit. Atë po në thoshte Pietri pak më përpara në parë Pietrit 2:24, dhe duke u kthyer në Psalmin 91, shikon që në fillim të vargut, hyrja në beslidhje për një person që është në beslidhje, për shkak të Mesias, për shkak të Krishtit. Atere, mbasi dikush hyn në beslidhje me anë të pendimit, në këtë rast shkeljet e ligjit që pendohemi, atere ne jemi të predispozuar për të gjithë bekimet që shikon në Psalmin 91. Se rezultat sepse jemi në marrëdhënie, në beslidhje, jemi në ecje në drejtësi me atin dhe si rezultat gëzojmë shpërblimin e tij në çdo mbrojtje që ai do bëjë, që në këtë rast në vargu 2 deri në fund. Dhe të lutem shikoj vargun e fundit çfarë do thotë, ti e shikon në ekran. Të më falësh për kualitetin e videos, por zërin mund ta dëgjosh. Në vargun e fundit si ti lexon, po shprehet që ati do na ngopë me jetë të gjatë, me përjetësinë, me shpërblimin në këtë rast që se rezultat neve po ecim në drejtësi, vazhdojmë të besojmë dhe shpresojmë që një ditë do shfaqet në rreth e lavdisë për ata të veçuar që kanë ecur në drejtësi, nuk kanë ecur në palishmëri, si thotë Mateu 7, sepse shumë do afrohen atë ditë, të mëdhenj apo të vegjël. Por thotë, masandaj në Mateu 7 që do largohen shumë sepse kanë kryer palishmërinë, pa udhësinë. Kja është shkelja e ligjit e vazhdueshme që Romakët 2:23-24 ti e shikon në ekran, është blasfemimi i emrit të Atit. Mos ndoshta Mesia, vëlla motë shqiptar, është i kënaqur që ligji i Atit të tija, standardet e moralit të shëndoshë, të familjes tonë, të vetes tonë, të një shoqërie që Ati ka vendosur nëpërmjet ligjit të tija, mos ndoshta Mesia është i kënaqur. Është i kënaqur që emri i Atit të vetë blasfemohet. Sot e kësaj dite me ecjen e dikujt që thotë unë besoj dhe ndërkohë praktika jonë nuk reflekton atë besimin që kemi, të karakterit të personit që kemi besuar, Mesian Jeshuan themi, ai në këtë rast u ringjall në ditën e tretë, po lavdiatit, se pa atë nuk ka shpëtim, pa atë nuk ka çlirim, pa atë nuk ka ringjallje. Dhe ai është fokus i jetës tonë, duke ditur që neve masandaj do të shikojmë karakterin e tij. Çfarë ai praktikovi? Çfarë ai mos ndoshta vëlla motër blasfemovi emrin e Atit të vetë, Mesia Krishti. Por këto koncepte janë ambigue, sepse themi neve, jo, vlla, nuk e berje të çfarë po thua ti, kjo është mëse ditur. Por le të marrim për kufizimin biblik siç e shikon në ekran. Çfarë është blasfemia? Përse vëllai po ti thotë të gjëra? Sepse neve kemi vazhduar të marrim perceptime në këtë rast gojore, pa ditur çfarë konceptet biblike japin për kufizimin që neve marrim urtësinë në zemrën tonë, në mendjet tona. Dhe kështu rinovohemi, transformohemi për të ecur në drejtësi, sepse e dimë që Romakëve 2:13 përcakton ecjen në drejtësi, së bashku me ligjin e përtërirë 6:25, sepse thotë Romakëve 2:13, nuk është i drejtë ai që dëgjon ligjin, po ai që zbaton ligjin dhe në atë ditë do të shfaqsohet. Do të të ringjallet njëre për gjithmonë. Dhe vëlla motër unë të inkurajoj në emër të Jashuas.
shikoj këto shkrime që po I flasim, sepse Mesia Jeshua nuk erdhi që ti dhe unë, në këtë rast, të shkelim ligjin e Atit vazhdimisht, sepse prandaj Pietri kur I fletë 12 fisëve të Izraelit që janë shpërndarë në diasporën, në Bitini, në Kapodinë, në Azinë, në Turqinë e sotme që ishin 7 kishat e zbulesës 2 dhe 3, që ecni në urdhërimet e Atit të ligjit të Tij për të patur një moral të shëndoshë. Sepse këto mësime sot sot nuk predikohen, por kanë vazhduar në këtë rast të mbulohen me çdo lloj perceptimi që masandaj doli në 300-400-ën, me këshillat e ndryshme, me besimet fetare të ndryshme që nuk përbejnë në mbretërinë e qiellit, vullnetin e Atit që ti e shikon në Luka 1:21, Luka 8:21. Apo në Mateu 7, cili është vullneti I Atit që ne të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit, që janë të përjetshme. Dhe kështu po ecim në drejtësi, sepse Mesia nuk erdhi që ti dhe unë të ecim në palishmëri, në padrejtësi. Ai në këtë rast nuk u shpua dhe në këtë rast u godit dhe u kryqëzua në dru, siç ta thotë dhe Pietri, që ne të rojmë në padrejtësi, sepse I dimë që mëkati është shkelja e ligjit. Mos ndoshta për kufizimi biblik nga dhjata e vjetër në terrenë. Ndryshovi morali I një shoqërie të shëndoshë, një individi që ai të mos mëkatojë, duhet të ketë urdhërimet e atij ligjit. Që neve vejmë dhe I mbjellim në zemrën tonë duke lexuar, shpenzuar kohë me Atin çdo ditë, sepse I ligu do të tërheqë me çdo lloj gjëje, sot siç I shikojmë, akoma më intensive çdo gjë që shikon errësirën. Ndërkohë ligji I tij është dritë, fjalë të Urta 6:23. Dhe Bilese shikon pak më poshtë, çfarë thotë? Që po të shkosh në fjalë të Urta 6:23, që është urtësia e Atit, që thërret në rrugë, dhe që në vargu 20 në kapitulli I parë, ke prap lajmin e mirë të mbretërisë, sepse Ati thotë, unë thira, por ju nuk dëgjuat. Dhe masandaj janë disa fruta që një person ha në bazë të sjelljes të tij, në ecje në drejtësi, në zbatim të ligjit të tij, urdhrimeve të tij që nuk janë të rënda, apo ai person masandaj do të shikojë padrejtësinë, masandaj do të shikojë çdo ushqim që masandaj jepet në këtë botë. Dhe masandaj prandaj thotë Mesia që kur unë do vi në zbulesa 22, do të jap secilit sipas veprave të tij. Vepra jone, sjellja jone, vëlla motër. Prandaj dhe po ta shikosh në Efezianët 1, vargu 17 deri në fund të kapitullit. Apostulli Shaul ka pjekurinë frymërore në Efezianët në këtë rast që po shpreh çdo aspekt të mirëpajisjes dhe të dallimit frymëror dhe luftës dhe betejës në të tërë librin e Efezianëve. Dhe ka vajtimin në zemrën e tij që thot, unë ulem të gjunjët e mi përpara Atit të Jahve, thot, për ju, Ati I Zotit tonë Jeshua Mesias, thot, që t'u japi në këtë rast, thot, frymën e urtësisë dhe të zbulesës në njohjen e karakterit të tij. Të Atit, po, lavdjatit, po, Efezianët 5:1 prap ta thotë që duke ecur imituar sjelljen e Atit. Mos ndoshta Ati jetë në padrejtësi. Mos ndoshta tek Ati ka errësirë, vëlla motër. Çfarë është errësira? Mëkati. Mos ndoshta Ati shkel principet e tija, ligjin e tija të përsosur, të përjetshëm. Sepse kështu kemi thënë neve sot me mësimet që kanë dalë, masionike apo katolike ortodokse të besimit të tyre që ndërtuan në shekullin e 3 të 4 dhe thanë që tani nuk është më nevoja që neve të zbatojmë ligjin e tij, sepse ne kemi këtë besimin tonë. Po ishte besimi I atyre. Nuk është besimi I Biblës, sepse besimi I Biblës është një besim hebre, që ka të bëjë besoj dhe praktikoj urdhërimet e tij. Ai është besimi.
Po jo një besim masandaj që unë deklaroj këtë person dhe besoj tek ai dhe masandaj vazhdoj të praktikoj gjëra të tjera. Në çfarë ditë mblidhemi neve? A mblidhemi në ditën e veçuar të tij në sabatin? Jo, është anulluar. Shenja e popullit të tij e përjetshme, Eksodi 31 u anullua, ligji i tij u anullua nga kush? Nga Satani. Vite 300-400 i shikon Konstantini së bashku me katolikët, bashkohet, Konstantini ishte perandori romak i asaj kohe, edhe filloi dekretet e njeriut. U hoj sabati, u kthye në ditën e parë të diellit sepse ai adhuronte në këtë rast Mitra. Mitra ishte zoti i diellit në Romë. Çfarë ishte adhuruesi i diellit? Çfarë udhërime kemi sot nga besimet e tjera? Diellin e kuraksi, dielli përqafohet nga kjo statuje, puthe dielli nga ata dhe masandaj një diçka prej ari do shpëtoj njeriun, do shëroj njeriun. Prandaj filluan reformimet në 1600 dhe vazhduan të mbahen të njëjta gjëra. Dhe nuk ka një kuptueshmëri frymërore që mund të shikosh në Efezianët 2:9 të përsa i përket Luterin apo Kalvin. Nuk i përket fare. Integriteti dhe morali që atë Jahue ka vendosur për secilin prej nesh, sepse ata thanë me reformimin e tyre, me palishmërinë e tyre, thanë që tani ligji i tij, Tora që quhet nga hebraishtja, u hoq. Dhe le të vazhdojmë me këto praktikat pagane që shikojmë sot. Mos ndoshta ti ka folur ato gjëra vëlla motër. Të njëjta gjëra shikojnë praktika sot. Efezianët 2:9 flasin për hyrje në beslidhje që nuk është me anë të veprave tona, sado një njeri mund të bëjë të mira, të mbajë ligjin e tij, po pa Mesian nuk hyn në beslidhje. Këto mësime janë mbajtur fshehurazi nga i ligu për shekuj me radhë. Në kohë apostulli Shaul vjen dhe flet masandaj integritetin e shkrimit të Biblës, jep identitetin e tij në Veprat 7:22 duke thënë që ai kishte një meditim në zemrën e tij, lavdiatit, që gjente kënaqësinë në ligjin e Zotit sipas njeriu të brendshëm. Me një shikojmë identitetin e tij. A nuk duhet të ndjekim ne apostujt sepse ata ndoqën Mesian lavdijemi të tij? A nuk thotë prap identitetin të rinforcuar në Veprat 21-24 që ai ishte bindur ndaj ligjit? Ja shikon ekran. A nuk është në harmoni prap me Anania që ishte njeri devotshëm në praktikët të ligjit? Veprat 22:13 mos gaboj. Dhe duke vazhduar me apostujt që kishin integritetin e mjeshtrit të Zotit të tyre, të zotërisë të tyre, Mesias Jeshua që çfarë? Ai nuk e shkeli ligjin dhe ishte panjolla, siç ta thotë Psalmi 119:1 që shikon në ekran. Dhe themi që ishte qingji panjolla. Apo jo? Por si eci ai me ligjin e Jahve. Jahve kemi strukturën e mirë që pasqyron harmoni në kontekstin e dur me Titin 1:7 që shërbëtorët e Mesias Jeshuas në kishën e tij, apostull, profetë, ungjilltar, barinj mësues, duhet të kenë moralin e shëndoshë, në doktrinën e shëndoshë që mund të kundërshtojnë gënjeshtrën që do vi për të thënë ligji është hequr. Ai kemi identitete dhe shikon evidencat të shkrimit. Për di çfarë që neve sot nuk e duam shkrimin. Ne duam të dëgjojmë dikë tjetër. O, ai tha, po nuk e di që ai ka vite me radhë. Njeriu është plur, është plur përpara Atit. Njeriu është plur përpara Tij dhe neve mendojmë të ndjekim njerëz që po ecin në palishmëri për shpëtimin tonë, vëlla motër. Që unë vajtoj për popullin tim, të ulemi dhe të hapim shkrimin, të hapim Biblën e tërë, dhe ti të bësh pyetjet, çfarë do lloj pyetje që kur të dalësh prej atje, masandaj do shikosh që vëlla, lavdijemi të tia, pas kemi qenë gënjyer. Nuk e dia do ta bëj dikush atë deklarim, meditim,
në zemrën e tia, në qoftë se do atin dhe birin e tia, dhe duan fjalën e tia. Mos ndoshta vëlla motër, kemi kënaqësi masandaj apo krenari apo nuk e di, ndonjë hipokrizi për të dalë gjithmonë në vëlla motër për të thënë të njëjta gjërat, sepse duam të kemi ndonjë diçka. Dua që ti të shpëtohesh për lavdit e emrit të Atit. Profeti Ezra thotë që në atë ditë janë disa persona që kanë ecur në ligjin e ligjdhenësit, kështu ata nuk kanë mëkatuar dhe do vishen masandaj me nga përjetësia, me pavdekshmërinë, dhe do ndriçojnë, thotë, si dielli me lavdinë që është përgatitur. A nuk e shikojmë në Psalmin 91, në vargun e fundit, që lavdinë që Ati dëshiron të japi, në vargun e fundit është ringjallja. Psalmet janë profetike. Shikon, proverbra, fjalët e urta janë profetike. Por për shkak sepse neve nuk marrim në këtë rast të ndajmë shkrimin, themi, okay, si hym në beslidhje, pendim nga shkelet e ligjit. Masandaj, pagzohesh në ujë, lavdjati, sepse deklaron që tani unë do ecë në urdhërimet tënde, në ujë, dhe në këtë rast merr dhuratën e frymës së shenjtë dhe gjithashtu faljen e shkeljeve të ligjit që bere pak më 5 minuta më përpara pagzimit. Ose flas për atë periudhën e kaluar, duke ditur konceptin më të shëndoshë, urtësinë që ne marrim, që mëkati e shkelja ligjit, dhe ai u të shpua që ne të mos e shkelim ligjin e tia, ligjin e Atit të vetë, vëlla motër. U mundova, shumë herë meditoj dhe po lutesh dhe Ati foli pak për disa gjëra. Vazhdo të parajmërosh popullin tënd që të kthehen urdhrimet e ligjit tim, sepse kanë vazhduar të ecin në palishmëri. Kjo është detyra jote. Masandaj Ati merret individualisht me secilin për nesh. Ndërkohë kemi rrugën e jetës, rrugën e përjetësisë, rrugën në këtë rast që na dëshmovi, na la gjurmët Mesia Jeshua Krishti, duke zbatuar urdhërimet e atij ligjit, festat biblike, sabatin që janë festat, janë një shenjë për popullin e tij, që njeriu do rrojë nëpërmjet tyre. Të njëjtën gjë tha apostulli Shaul në Galatasve, shikon 3:12. Citovi Ezekielin 20. Citovi masandaj Habakukun në vargun më përpara, që njeriu ron me besim dhe me anë të urdhërimeve të Atit, që na japin jetë dhe paqe. Dhe mbi të gjitha, çfarë tha Mesia Jeshua në Mateu 4:4, vëlla motër? Ku ishte shkruar që ne do të rrojmë me çdo fjalë që del nga goja e Atit Elohim, nga Zoti. Ishte shkruar në ligjin e përtërirë të 3, siç ti e shikon në ekran. Një profet më përpara foli mënyrën si një individ mund të jetojë në drejtësi, në moralin e shëndoshë, në moralin e pastër. Vjen masandaj profeti që ishte profetizuar në thonjza për Mesian Jeshuan nga ligji për të rirë 18 që ti e shikon në ekran, që Ati do nxirrte nga mesi tyre, nga Izraeli, për të na dhënë rrugën e jetës. Përse në Zbulesa 22 kemi urdhërimet e Atit Jahwe që duhet ti zbatojmë, sepse janë të bekuar, si shikojmë në Psalmin 119, që janë të bekuar ata që ecin me ligjin e Atit. Si qenë kanë, vëlla motër, një person nuk është më i bekuar duke ecën urdhrimet e atij ligjit, duke bërë gjëra që janë të pëlqyera përpara Atit. Ndërkohë Timoteus flet haprazi, Titi flet haprazi, që duke bërë gjërat e pëlqyera që janë çfarë? Zbatimi i urdhrimeve të Atit, të ligjit të tij të përsosur, kështu po ecim drejtësisht dhe kështu jemi mirë me Atin. Dhe duke qenë mirë me Atin, gëzon shpërblimin atë ditë. Prandaj shikon Zbulesa 22, 14, që po citonte apostulli në të njëjtën frymë, të njëjtën plan, shpërblimin e jetës të përjetshme, që prap Psalmin 119 po flet për lajmin e mirë të mbretërisë, që duke ecën urdhrimet e ligjit, Mesian Jeshuan që ti ke besuar,
atëherë thot ai Mesia do të ringjalli, sepse ke treguar integritetin dhe moralin, pa mëkatuar me dashje, dhe ai mund të ringjallin atë ditë. Të bekuar janë ata që zbatojnë urdhrimet e tij, që do kenë të drejtën për të ngrënë nga pema e jetës, nga druri i jetës, që do vendoset në ku të zbresi qyteti i ri, Jeruzalemi i ri, nga qielli i tretë, që është përmbi ujrat, përmbi ujrave të blu që shikojmë në qiell. Do zbresi në tokë, lavdjatit, dhe ati është pema jetës, është lumi jetës që del, brenda është tempulli që do të ndërtoj masandaj atin atë ditë. Prandaj zbulesa 3 të thotë që të na beje shtyllë në këtë rast në tempullin e tia, kur ecim në urdhrimet të atit vëlla motër. Mos ndoshta Mesia na tha ndonjë gjë të re. Ky është perceptimi i dispensimit që ka vazhduar të sjellë tumorin ndaj lajmit të mirë të mbretërisë. Si qenë ka kjo kishë misterioze që po ecën në palishmëri dhe u ringjallka? A nuk foli Mesia që dhe apo apostujt që demonët besojnë dhe dridhen për paratit, mos ndoshta zbatojnë urdhrimet e tija? Mos ndoshta Jakobi që po shkruante 12 fisëve të Izraelit, mos ndoshta nuk tha diçka rreth besimit dhe praktikës urdhrimeve që na tha në vargu 25, që të ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë, do kesh mbarësi në këtë jetë, thot, do marrësh shpërblimin, do marrësh bekimet që ati ka premtuar në atë bestlidhjen e ligjit, që është e përjetshme, për bekimet që ne mund të marrim mbrojtjen, apo çdo në këtë rast të mirë që vjen nga ati, fuqinë, masandaj thirrjen. Do flasim pak për thirrjen, se pas kjo ishte dhe shikon masandaj ne zbulesa 22 15. Kush janë ata që janë jashtë qytetit? Jeruzalemi të ri që po zbret, zbulesa 21 jep detajet praktike, fizike, dhe jo allegorike apo imagjinata, që sot mendohet që ai qyteti ishte një imagjinatë. Nuk e dim, por ja, është atje në qiell dhe ne do shkojmë atje. Qyteti do zbresi në tokë. I drejti, prap drejtësia, zbatimi i ligjit, do banoj tokën për jetë. Psalmi 37 që Mesia citoi në Mateu 5. Mateu 5:5 citon Psalmin 37:11. Zemër buti, i drejti do të trashëgojë dheun tokën për jetë. Dhe në Psalmi 37, masandaj që është profetik prap, në zemrën e atij personit është ligji i Jahve, dhe kështu hapat e tija nuk lëkunden, nuk rrëzohen, sepse kanë paqe të madhe duke dashur ligjin e tija, që ti e shikon vargun, në vargun 165, në Psalmi 119, paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin e tija, ka në zemër. Apostulli Shaul e kishte në zemrën e tija, apo jo? E shikon çfarë flet fryma e shenjtë të vëlla motër në të tërë shkrimin, që është në harmoni. A kanë patriarkët që vdiqën vite më përpara? A kanë të njëjtën Mesia që do të ringjalli? Normal që po, ti e di atë gjë. Tani, për ata çfarë ecnin në këtë rast, çfarë zbatonin? Ata kishin besimin dhe masandaj vazhdonin ecnin, kështu bënin ata? Apo praktikonin urdhrimet e ligjit, siç na jep identitetin Abrahamin në Zanafilla 26 dhe të gjithë patriarkët tanë, që ecën në ngulmim të ligjit të përsosur, kur binin, qoheshin prap, rrëfenin shkelet e ligjit, rrëfenin mëkatin dhe nuk i benin me. A nuk do ringjalli Mesia ata, Abrahamin dhe të tjerët? Do me thënë, për ata ishte një struktur tjetër, kurse për neve kombet që ka një struktur tjetër. Për neve është mjafton, beso, pranoj në zemrë, e pranove, je në rregull, mos e vra mendjen, e pranove, hajde këtu bashkë.
Ja, questo uji, hajtë shkojmë atje të lajmi. Qarë kuptimi ka pagëzimi, vlla motër? Vepra 2:38 të thot, pendohuni, po i thoshte një populli që po zbaton të ligjin. Dhe ata nuk e lan ligjin, sepse erdhen në besim tek Mesia i profetizuar nga ligji dhe profetët. Shikon eunukun që takon Filipi në veprat. Ai po shkonte në Jeruzalem, sepse ati kërkon në ligjin e tia që mashkulli duhet të shkonte të ishte prezent në festat e tia. Pashkën, festën e Bukës Pamaja, në këtë rast, dhe rëshajet, mos gaboj, apo tabernakuve, qadrave. Janë 3 festat. Korneli ishte një njeri i drejtë. I drejtë? Oh, zbaton të ligjin. Lutja e tij u dëgjua. Veprat e mira thuen në ligjin. Çfarë duhet të zbatojmë? Të vejat, në këtë rast të varfrit, ata që janë ndimesë, janë shkruar në ligjin çfarë duhet të bëjë njeriu për tjetrin, kur e ka potencialin apo mundësinë. Të ngulmojmë në veprën e ligjit, thoshte Jakovi 1:25, siç e pamë. Shikon një identitet në shekullin e parë, mbas ringjalljes së Mesias, që ecin drejt në ligjin e Atit dhe marrin dhuratën e frymës së shenjtë, sepse duhet të besosh tek Mesia për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Ati para, në këtë rast shikojmë para beslidhjes së re, kishte dhënë frymën e shenjtë më personat që ai kishte zgjedhur sovranisht për të mbajtur atë mbetjen që do jepte masandaj trajtim në urdhrimet e ligjit. Që dhe ata, duke ecur në urdhrimet e ligjit, kur në këtë rast në ditën e fundit, Mesia të ringjalli dhe ata, i njëjti Mesia, i njëjta Bibël, i njëjti ligj për të huajnë dhe për vendasit në Izrael që kanë urdhrime dhe Mesian në zemrat e tyre, duke ecur në Atin, në urdhrimet e tia, që Mesia i mbajti. Kjo është kisha e vërtetë, besim tek Ati dhe biri tia, dhe ecën në urdhrimet e ligjit, sepse biri tia i praktikoi. Dhe kjo është rruga e drejtë që na thotë vetë ligji për të rirë 10, apo Psalmi 119, që ne ecim në rrugën, në mësimet, në festat e Atit, në ligjin e tia, në fjalën e tia, dhe kështu nuk mëkatojmë vëlla motër, nuk blasfemohet emri i Atit në këtë mënyrë. Në Efezianët 1 që po preknim, Efezianët 1 që duke marrë frymën e urtësisë, kur vjen fryma e urtësisë vëlla motër, vjen që ne të shkelim ligjin, të mëkatojmë. Mendo pak. Sepse kemi të vegjël dhe të mëdhenj në Shqipëri dhe në diasporë që mendojnë që unë do marr këtë frymën e urtësisë, unë do të lutem që të më japi urtësinë dhe unë do vazhdoj të ec në shkeljet të ligjit. Shikon festat pagane, po të vjen Easter, për ju që jeni anglishfolës në vende të shpëndarë. Easter? Lilith? Që shikon në Francë? Çdo vit? Që ecën akrepi, se pe, që bëjnë me demin që takohen, dhe kalon në Toulouse, pasaj si, se bënte, do të më kujtosh, ja shikon foton, do të më kujtosh natën mos maro. Ndërkohë, një ritualet magjike para se të fillonin, ja ku e ke foton, që do të bëjmë si më vete. Dhe është bashkangjitur bashkë me vezët pagane, që janë simboli fertiliteti, shikon dhe në Hollywood. Ja ku e ke foto në Hollywood, që është simboli fertiliteti për Ishtar. Babilona, prostituta madhe që ule në ujrat në përkombet, që vazhdon të implementojë shkeljet e ligjit pa udhësi të thotë, vetës Mbulesat 18, që Ati kujtovi palishmërinë pa udhësinë e saj, dhe thotë, dilni prej saj, o populli im. Dil prej saj, vëlla motër. Me dashurime, me vajtim që në mëngjes po vajtonja në makinën, erdha këtu në orën 6 të mëngjesit, isha akoma errësire. Tani po vete ora 8. Lutesh dhe po vajtonja po qaje si fëmijë.
Mëshiro a thosha, të lutem, na fal, sepse kemi larguar nga ligji tënd, nga urdhrimet tënde, po vazhdojmë të mos kuptojmë integritetin dhe vullnetin tënd. Në Efesianët 1, që të na vi fryma urtësisë që ne të ecim në ligjin e përsosur, që na bën të urtë, e bën të urtë njeriu e thjeshtë. Psalmi 19:7. Fryma urtësisë dhe e zbulesës në njohurinë e tij, që të dim cila është thirrja. Cila është thirrja jonë, vëlla motër? Të dim cila është thirrja e parë që neve kemi të përditshme. Përveç se thirrjes në shërbes është gjë tjetër. Thirrja e parë që neve kemi është të zbatojmë urdhrimet e atij ligjit dhe kështu nuk mëkatojmë. Sepse thirrja që Mesia kishte primare ishte të mos mëkatonte, si qingji pa njolla. Dhe shikon Psalmin 119:1, që nuk duan të konfrontohemi sot me shkrimin. Ndërkohë, urdhrimet e ligjit tij është një pasqyrë të zemrës tonë. Në qoftë se po ecim mirë me hatin apo jo. Se po të ecësh në ligjin e atit, ecën pa njolla. Është shkrimi, vëlla motër, shikoj në ekran. Është Bibla. O vllai, vllai po vajton për tyne, nuk më njeh, nuk ka rëndësi. Nuk do të më lutem atë të më njohësh, po për të shpëtuar, nuk duhet të më njohësh në këtë moment. Po më dëgjon, kam dëshirë që të më njohësh, të takohemi, të miqësojmë, të disiplizohesh, të ecësh në integritetin e urdhrimeve të atit, po ndjek gjurmët e Mesias në atë mënyrë, sepse ai i zbatovi urdhrimet e atij ligjit. Dhe ne i themi ato fjalë, okay? Të ecësh ai na la shembull. Çfarë shembulli la, vëlla motër? Ishte Mesia me njolla? Jo. Ne duhet jemi me njolla tani. Dhe si duhet jemi pa njolla, duke ecur në ligjin e tij. Mos ndoshta ati gapovi duke thënë me profetin David. Thirrja primare që neve kemi në jetën tonë, prioriteti i njeriut është që të ecim në urdhrimet e tij, kështu nuk mëkatojmë, duke ecur në këtë mënyrë, në ligjin e atit, në këtë rast je pa njolla, në të përditshmen tënde, kur pije ke, në këtë rast të kryepriftin e përsosur Jashuan Mesian aty lart, që do bësh rrëfimin e shkeljes së ligjit, dhe kështu do pastrohesh nga çdo paudhësi, palishmëri që bëre pak më përpara të se, sepse ati është i mirë dhe i drejtë të na fali. Dhe vazhdon rruga e drejtësisë për të mos i shkelur ligjit. Kjo është detyra primare e një personi për thirrjen e tij që ta nderojë atin në mos shkeljen e ligjit të tij, që shikon në Romakëve 2:23-24. Dhe kur vazhdon në këtë rrugë, po ecën në vullnetin e tij, atëre që do vijë masandaj zeri për thirrjen e shërbesës që mund të ketë para përcaktuar ati për jetën tënde, që ti të mësosh të tjerë si sta Mesia, të mos shkelin urdhrimet e atij ligjit, që ai nuk erdhi ta shfuqizonte, po erdhi të plotësonte vetëm në këtë rast të profecitë që ishin folur në ligjin dhe në profetët, dhe e thotë 3 herë. Në Mateu 5 që shikon. Përse duhet të kapemi, vëlla motër, në fjala plero, plotësuar, që do thotë të predikosh, manifestohet, jep gjallëri, kur erdhi Mesia, sepse kishte vdekshmëri në Izrael në shekullin e parë, ishin në tradita njerëzish. Kishte deklarime buzësh, por zemra e tyre ishte larg. Zemra në qoftë se do atin zbaton urdhrimet e tij. E shikon parë në Gjonit 5:3, për kufizimin biblik të dashurisë atit. Mos ndoshta apostulli Johanan Gjoni po este në palishmëri, vëlla motër. Ndërkohë ai po deklaron që neve duhet të zbatojmë urdhrimet e atit që na ka thënë të përjetshme, dhe kështu tregojmë dashurinë e vërtetë. E shikon që çfarë citovi Shema, ligjin e përtirit 6 apo 10, siç ti shikon në ekran. Kur ecën në urdhrimet e atij ligjit, po pastrohesh, po veçohesh nga kombet, nga praktikat pagane që shikon çdo lloj feste të një kalendari të frymës së vdekjes, e shikon në ekran. I lutem Kafkës, ti bashkohesh.
ti në lush që bashkohesh me Tiranën, të shkosh pas andaj ku, të shkosh në Romë, të besh prap daljet, mbledhjet, sepse tani more pozicionin prej kujt, prej Ishtar, e shikon lutjen, Kafkën dhe librin e tyre që lartësojnë dhe i luten Kafkës, fryma e vdekjes, nekromansia quhet. I luten të vdekurve, ne mas andaj, ata bashkohen, vllazëria bashkohet. Dhe vendi ku ti shkon, pyeti atë drejtuesin tënd. Është të pjesë e tyre, është në konferencat, në Zoom, janë atje, po normal që janë atje brenda. Dalin mas andaj në përsheshin e Tiranës, do bëjmë festa për të futur në palishmëri. Ndërkohë ata do të veçohen për veten e tyre, për të penduar nga shkeljet e ligjit, të besojnë tek Mesia e vërtetë dhe kështu veçohen nga bisha e Romës. Në mas andaj, Alighieri mas andaj dilte, po, kush të ka zgjedhur ti nuk e kaluar në përmjet tyre, tha, ti për të qenë drejtues duhet të kalosh në përmjet tyre. Duhet të kalojmë në përmjet Ishtar, Dante, pendohu, sepse do t'i themi gjëra si apostulli fliste me emra në veprat. Fuqizohesh nga bisha e Romës, dhe mas andaj shikon një postim, ja, Shqiponja e tha kështu për një person në Amerikë. Duhet të kaloj në përmjet bishës, në përmjet palishmërisë, fesa antikrishtit në Tiranë, apo duhet të kaloj në përmjet qelit në emër të Jashuas. Që ai i drejti përsosuri që foli veçimin Mesia Jashua dhe do gjykojë palishmërinë në Mateu 7, ai dha zyrat e vërteta dhe veçon kur dikush nga neve mas andaj merr në zemër dhe ndahet nga shkeljet e ligjit. Sepse akoma ti nuk e marr frymën e shenjtë, personi që po flisin pak më përpara. Dhe mas andaj i ke mbrapa pemës në Tiranë, me pemë, jo vetëm Tiranë, por normal që ka pemë kudo. I shikojmë apostu që së patën tha e ke të mprerë, Pjetër nuk e di, tha, ja të pyesim Gjonin. Gjoni, e ke së patën që se dje? Pashta atje, ja ku janë, ja ku janë këtu, ja. Pashta ishin ato dëllinja ata atje, tha, ja, ajo pisha ishte mire, vogël, tamam, e marrim në këtë rast, e zbukuroj me armë argjent, e vendosim në kovë masanaj të mos lëvizi, dhe, le të vazhdojmë. Praktikat agane. Kemi në një shembull për apostujve, kemi në një shembull të vezëve, të pagane, tjallëzore. Ndërkohë Mesia Jashua në Luka 22, bajti pashkën e atit Jahve, kështu ai nuk më katoi në asnjë urdhërim, nuk i shkeli në asnjë urdhërim. Sepse Levitiku 4:2 që po citonte Gjonin e para Gjonit 3:4, që është për kufizimi i mëkatit kundra çdo urdhërimi. Shkelja e kundra çdo urdhërimi. Lutem atit. Her pas here mundohem. Hati po thërrejt. Kush do dëgjojë do shpëtohet, do eci, ai që do eci në urdhërimet e tija, do besoj tek Mesia Jashua që nuk e anullovi atë ligjin. Ata do shpëtohen, do ringjallen. Ata do vrapojnë të shikojnë fytyrën, thot profeti Ezra, të shikojnë fytyrën e atij që i shërbyen në mundimet e mbajtën ligjin e tij, thotë. Shko shikoj letrën e dytë të profetit Ezra. Ja e ke në ekran, ta thot vllai. Që ta hoqën në 1800-ën, 1900-ën. Ndërkohë hoqën në fillim sepse farisinjtë e hoqën, sepse në to profetizohet Mesia, në shumë librat që ishin brenda në shkrimi dhe janë shkrimi i tij që Mesia citoi. Mesia citon në Mateu 23. Tani nuk e mbaj mend vargun, po besoj 17. Ja e ke në ekran. Thotë, kam dashur që t'u mbledh, thotë si pula në këtë rast që mbledh zoçkat e saj, po ju nuk deshët. Ndërkohë, fjalët e urta një, thotë, unë thirra, por ju nuk deshët. Dhe Mesia në Mateu 23 citon librin e dytë të profetit Ezra, vargu 1, kapitulli 1:30.
vargu 30, që e shikon foton nga King James, nga versioni King James, që me njerë interpretohet dhe drejton vargun që Mesia citon në Mateu 23, të drejton tek letra e dytë e profetit Ezra. E dyta Ezrës 1:30. Që Mesia citovi librat, citovi lajmin e mirë të mbretërisë, që ishte folur më përpara, që profetët më përpara prisnin në këtë rast manifestimin e lajmit të mirë të mbretërisë, që kur qyteti do zbresi nga qielli i tretë, do vendoset në plajën arabe, 2300 kilometra kubik, që asnjë gjë e papastër nuk hyn aty brenda. Kush na njollos vëlla motër? Mëkati, shkelja e ligjit. Psalmin që 19 çfarë prekëm? Që të jemi pa njolla, të pastër në atë ditë, të pastër në të mirën tonë të mundshme, që mund të hysh brenda të qytetit, që është shpërblimi i ringjallja, shpërblimi i beslidhjes së gjakut të Mesias. E ke parë në Hebrejnë 10:26-31, që është në lidhje me Isaian 53, që në këtë rast ne nuk duhet të shkelim ligjin, që Mesia erdhi na çlirovi nga shkeljet e ligjit, nga mëkati. Dhe thotë Hebrejnë 10 që po të mëkatojmë me dashje, po të shkelim ligjin e tij me dashje. Ju mund të kuptoni, thotë, dhe ju lutem kuptoni mirë, thotë, sepse kur shkelesh e ligji, thotë, para ardhjes së Mesias, me 2-3 dëshmimtarë në këtë rast, një person gjykoheshe. Po si mendoni, thotë, aq më tepër tani, thotë, si e konsideroni, thotë, gjakun e beslidhjes së Mesias, me të cilin, thotë, ju veçuat, e kishte fjalën për personat që morën përgjegjësinë për të mos i shkelur ligjin e tij. U veçuat, thotë, u ndatë nga palishmëria. Po të vazhdoni, thotë, ta shkelni ligjin, si mendoni, thotë? Po e konsideroni gjakun e Mesias si profan, si të zakonshëm, të njollosur, thotë? A nuk do ngrihet zemrimi atit, thotë, që do gjykojë popullin e tij, populli i tij që është në beslidhje në Mesian dhe ecën në ligjin e përsosur të atit. Kjo është beslidhja. Po flet për persona që kanë hyrë në beslidhje me anë të pendimit nga shkeljet e ligjit, besim tek Mesia, po gjatë rrugës ata po mëkatonin. Po e shkenin ligjin atë, akoma nuk ishin penduar për gjëra që duhet të kishin thyer, për shembull sabatin, nuk punohet në atë ditë, nuk shitet, nuk blitet, që nga e premtja në perëndim deri në të premten të shtunës, që janë fjalë masandaj pagane, po i themi që të kuptojmë. Po ati ka ditët me numra. Sabati është dita e 7, fundjava. Apo festat biblike, Pashka. Çfarë do praktikohet sot? Mbas disa javësh. Do praktikohet katolicizmi, komunioni katolik. Ndërkohë, ti po e merr gjatë tër vitit, mëngjes drek darkë. Çen ka ju Pashka? Atë praktikovi Mesia në Luka 22, që praktikovi në Luka 2 me familjen që kemi, që shkonin në Jeruzalem çdo vit. Dhe pali thotë mas andaj apostulli Shaul, thotë në para Korintasve 5, që thotë pendohuni nga shkeljet e ligjit, thotë, ekzaminoni veten tuaj. Dhe konsiderojeni, thotë njëjti apostull që tha në Hebrejnë 10, që mos e konsiderojmë gjakun e tij si profan. Konsiderojeni sakrificën e tij, thotë. Dhe traso praktikoni festën, tha. Ja shikon ekran, praktikoni festën. Kë festë? Shikon gjë komunion katolik aty. Praktikoni festën që ai mbajti dhe na la shembull, thotë. Dhe ai e mbajti shembullin në festën e atit të vet, në festën e Jahve, që shkon në Levitiku 23, 5 herë, thotë ati. Festa e Jahve, festat e mia, këto janë festat e mia, dhe në këtë rast Jahve foli, Moshe foli festat e tia. Shikon ati në Levitiku 23, 5 herë përmendati që këto janë festat e mia, thotë. I shikon që në Levitiku 23 që janë për një popull tjetër, për një etni të caktuar, apo për një nuk e di, për një
brez apo për një kom të caktuar. Shikon aty në Levitiku 23. Ati thot, festat e mia, thot, këto janë populli, njeriu, thot, të më nderojë, sepse janë të përjetshme. E nderoj ati birin e tia. Ne e vrin të pesë, po e nderoj, sepse eci në urdhrimet ati ligjit dhe ringjalli. E nderoj biri tia atin e vetë. Lavdimet të tia pa njolla nuk e shkeli ligjin. Lutem atit, të zgjohemi nga fryma e vdekjes dhe fillon të rigjanërohesh ripërtërirja që thotë në Psalmi 23, si e ben ati Jahue, si e ben në Psalmin 19, të jep detaje, sepse ligji përsosur i atit e ripërtërin shpirtin ke, rinovimi mendjes, shpirti që është mendja, vullneti, emocionet, ripërtërije zemra, çdo ditë. Nëse, për çdo gjë që folëm, lutem atit, ta marrësh vendimarrjen dhe që sot, të pendohesh nga shkelit e ligjit. I madh, i vogël, i ri, vlla motër që je, beso tek Mesia që nuk anullovi ligjin. Ai i vërteti, Krishti i vërtetë, jo ai që anullovi, sepse ai që anulloi, masandaj e Satani mbrapa që të thotë ecësh në palishmëri, siç na kanë thënë për vite me radhë. Prandaj ati në mëshirën e tia, sjell masandaj her pas here në zemrat tona. Fjalën që pamë, lere vllai, unë jam plur përpara tia. Shiko fjalën që pamë. Lavdimi tënd atë. Unë mundova ati. Mundova të shpërndaja fjalët tënde. Ki mëshirë atë. Drejto zemrat tona ndaj urdhrimeve të ligjit tënd. Na largon nga paudhësia o ati. Shiko zemra që ti ke para përcaktuar o ati, që ti ke veçuar që në barkun e nënës së tyre. Të lutem o ati, drejtojnë urdhrimet e ligjit tënd. Hapi sytë e mendjes o atë dim cila shpresa e thirrjes tonë. Thirrja jone që të lidhemi ngushtë me ty të zbatojmë urdhrimet tënde. Dhe kështu do ecim në mënyrë të pëlqyer përpara teje, dhe ti do veprosh o ati në mëshirën tënde, për mbetjen e kishës së vërtetë, për të shpërndar lajmin e mirë të mbretërisë, për lavdit e emrit tënd o ati, në emër të birit tënd, Jashua Mesias, Zoti tonë, kryepritit të lartë të përsosur tonë. Amen. Amen. Lavdi emrit të tij. Shalom, shalom.